Kryeministri Edi Rama inspektoi edhe lagjen Gorica, aty ku po vijon investimi për mbrojtjen në të dy krahat e lumit Osum. I shoqëruar edhe nga ish-kryebashkiaku Ervin Demo dhe përfaqësues të firmës që bën punimet, kryeministri është njohur me ecurinë e projektit të rehabilitimit dhe që do t'i shërbejë turizmit. Ish-kryebashkiaku Demo shpjegoi se do të krijohet një unaz që lidh zona turistike me njëra tjetrën dhe që do t'i shërbejnë të gjithë vizitorëve. Zoti kryeministri, ne tashmë jemi i shuajmë në zemrën e qytetit, se jemi pranë urës Goricës. Në fakt, janë dy investime të rëndësishme që janë duke u implementuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, dhe dy krahat e Osumit. Ne tashmë jemi duke bërë përveç mbrojtjes lumore, e cila është një pjesë e vogël e punëve që po bëhen, sepse kjo rrugë këtu ku përfshihet dhe mbrojtja lumore, në fakt është dhe rruga në këtë drejtim e cila do të shkojnë Kala dhe krijon një unaz rreth e përqar Kalas Beradit. Kjo është pjesë e të njëjtit projekt. Ndërkohë që mbrojtja lumore që do të kemi këtu përmirëson jo vetëm sigurinë e gjitha bizneseve këtu, por në krahun tjetër gjithashtu andej po mbaron. Andej është e gjitha në fund deri tek ura e Velabishtit. Dhe ajo çfarë ka krijuar që është shumë pozitive në krahun tjetër është që siç bëm segmentin e parë kur përfunduam investimet në Goricë, e gjitha do të shkojë me të njëjtin standard deri tek ura e Velabishtit. Do thotë do të ketë një pedonale të vogël ku këmbësorët ndriçim dhe të gjitha kushtet. Në njëjtën kohë edhe nga pikpamja vizuale, pjesa andej tashmë është përmirësuar shumë. Peizazhi është bërë le të themi shumë atraktiv edhe shumë i sigurt për turistët të cilët e bëjnë gjithë lëvizjen në këmbë. Mbrojtja këtu lumore shkon edhe në krahun tjetër të urës Goricës. Dhe ajo është e domosdoshme, sidomos krahun andej, sepse ne kemi domosdoshme ta përforcojmë murin e vjetër që mban rrugën kryesore, sepse ato mure janë bërë diku në vitet 50.